individët cilët japin lirshëm intervista nga më të ndryshme, duke mos e mohuar jetën e tyre të vjetër, por duke treguar se sa vështirë ishte ndryshimi dhe çfarë vlere ka kjo jetë e re. E njëjta pyetje edhe për ju, Oltion. Është e vështirë bashkëpunimi me familjen? Një gjë që neve na pëlqen që ta bisedojmë paraprakisht, sepse duhet kuptojmë, struktura tek ne është e tillë, nuk është se individi i vjen, edhe thotë unë dua të hyj sot aty, edhe thjesht merr plaçkat edhe hyn. Jo, neve faktikisht kemi një strukturë të mirëfillt që kalojmë në disa etapa ose disa intervista, edhe një proces që derisa i përzidhni? Sigurisht që i përzidhim. Kemi listë pritje, kemi përzgjedhje, sepse neve duam që individi të vetëdijsohet për nevojën. Po çfarë ndodh me personat që nuk i merrni në qendrën tuaj? Po neve nuk punojmë dot me individ që nuk hapi pari ndryshimit, i shërimit është kur individi e pranon që ai ka nevojë për të shëruar. Hapi dytë pastaj është dëshira e tij për të ndryshuar dhe ne në bazë të kësaj dëshire neve jemi një qendër me dyert të hapura. Ne nuk kemi zinxhir, ne nuk kemi kangjella, ne nuk kemi hekura. Neve punojmë me individin edhe bashkëveprojmë me të. Për të ardhur tek familja, drejtori shpeshherë përdor një shembull që unë do ta sjell në këtë pasdite edhe për të kuptuar më mirë natyrën e bashkërendimit të gjërave. Neve jemi një krah, një lopat, dhe lopata tjetër e kësaj varke që individi duhet eci përpara, duhet jetë familja. Neve nuk mund të japim vetëm një krah rremave. Duhet japim të dyja krahat në mënyrë që individi vetë të ecë përpara në drejtimin e duhur, të gjejë atë oazin e tij për t'u ankoruar dhe për të gjetur se ku duhet të shkojë. Nuk e bëjmë dot punën të vetëm. Cili është kushti që një person i cili ka një vesë vjen tek